Kosova tani e disa muaj vazhdon të ballafaqohet me mungesën e institucioneve e nëse deri në dhjetor, Kuvendi i Kosovës nuk arrin që ta miratojë buxhetin për vitin e ardhshëm, atëherë vendi rrezikon të përballet me një krizë financiare, raporton Ekonomia Online. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, në një intervistë për Ekonomia Online paralajmëroi se mosmiratimi i buxhetit në kohë sjell pasoja ligjore dhe financiare. Tash marr parasysh që institucionet qendrore ende nuk janë funksionale, neve duam të shpresojmë se gjitha komunat do t'i miratojnë buxhetet e tyre, pasi që Ministria e Financave nuk po kthe një përgjigje ndaj komunave të Republikës Kosovës ku kemi kërkuar që të shtyhet afati me një vendim për miratimin e buxheteve komunale. Neve po besojmë që gjithçka do të jetë në rregull me gjitha komunat dhe po shpresojmë që me krijimin me funksionalizimin e institucioneve qendrore do të mirën parasysh edhe ato buxhete të komunave të cilat nuk do ta miratojnë buxhetin e tyre komunal me kohë. Me legjislacionin në fuqi, nëse Kuvendi i Republikës Kosovës nuk arrin që deri në fund të dhjetorit ta miratojë buxhetin e Republikës Kosovës për vitin e ardhshëm, në këtë situatë aktuale, Kosova ka buxhet vetëm për janarin e vitit 2026. Sepse kemi pas zgjedhjet në shkurt të këtij viti. Nëse krijohen institucionet, atëherë po mendoj Kuvendi i Republikës Kosovës dhe Ministria e Financave me kohë e dorëzon projekt buxhetin e Republikës Kosovës në kuvend për miratim brenda këtij viti, atëherë gjithçka do të jetë në rregull. Në të kundërtën, nëse nuk ka funksionalizim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, atëherë vitin e ardhshëm Kosova mund të ketë buxhet vetëm për janarin e vitit të ardhshëm, të vitit 2026, apo nëse brenda kësaj periudhe kohore deri në fund të dhjetorit të këtij viti do të ketë zgjedhje nacionale, vetëm po supozojmë se nuk po duam të thonë se do të ketë apo s'do të ketë, po nëse, se kështu e përshkruan ligji, nëse do të ketë zgjedhje nacionale në këtë vit, atëherë do të kemi mundësi që të kemi buxhet të Republikës Kosovës edhe për shkurtin e vitit ardhshëm. Në të kundërtën, nëse nuk ka ndonjë zgjidhje apo funksionalizim të Kuvendit të Republikës Kosovës deri në këtë kohë, atëherë që nga 1 marsi Kosova do të ketë një krizë financiare të jashtëzakonshme që nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovën e pasluftës. Ndërkohë që disa komuna në Kosovë nuk po arrin që t'i miratojnë buxhetet në kuvendet komunale të tyre, kjo edhe si shkak i zgjedhjeve lokale që do të mbahen me 12 tetor. Megjithse komunat duhet t'i dorëzonin projekte buxhetet deri me 1 shtator dhe t'i miratonin deri me 30 shtator, përndryshe Ministria e Financave nuk mund të hartojë buxhet të përkohshëm. Nëse Kuvendi i Kosovës nuk funksionalizohet deri në fund të dhjetorit, vendi do të ketë buxhet vetëm për muajin janar të vitit 2026.